raste pak në Bashkinë e Gramshit, kemi zhvillime atje ku prindërit kanë protestuar ditën e sotme, ka edhe një reagim nga ana e kryetarit të Bashkisë Gramshit, ndikim së bashku. Dhe nuk ka përfunduar. Ne nuk i dim as autorët as shkaqet. Jemi vetëm në alert për gjendjen shëndetësore të voglushve, sepse ajo na intereson pikë së pari. Fatmirësisht nuk kemi të bëjmë me një rast masiv, pra falë Zotit, ato që kolegët tuaj, se s'po them ju, po kolegët tuaj kanë shpërndar në media, nuk janë të vërteta, pra nuk ka catering, ka gatim me kushte të mira, shumë të mira higjieno-sanitare, nga vetë stafi i kopshtit. Nuk ka helmim të 72 vetave, por vetëm 14 raste të konfirmuara. Nuk ka 72 të shtruar, por vetëm 6 të shtruar me orë të larguar në shtëpi për shkak sepse gjendja e tyre është përmirësuar sipas informacionit nga spitali. Nuk ka mungesë, dëgjova deri tek që mungon frigoriferi, është e tushme. Domethënë që të abuzohet me lajme të tilla, frigoriferi është aty dhe madje është dhe i markës Beko, me ajër dhe i cilësisë së mirë. Pa çka se është frigoriferi, pa çka se mund të jenë të gjithë, diçka ka ndodhur. Po pra, patjetër. Por pikërisht, para se ta gjejnë mediat, portalet apo dhe prindrit të shqetësuar, t'ja ulëm institucioneve ta gjejnë, institucioneve përkatëse dhe kompetente, siç është ISHP-ja, AKU-ja dhe policia bashkë me prokurorinë. Nëse ka vepër penale që u takon atyre, nëse është një gjë që identifikohet shumë kollaj që vjen nga ky apo nga ai shkak, do merr institucionet përkatëse. Cila është kompania e cila ka përshtypur furnizimin e ushqime apo të fëmijëve të kopshtit numër 1 të Gramshit? Nuk e kam idenë, domethënë të them emrin, por është një kompani që ka ka dalë rezultuar fituese nga procedura e prokurimit. Prokurimi është ligj kombëtar, nuk është funksionon më vete siç dëshirojnë ndoshta një apo dy prindër që të mos vi nga jashtë. Është një kërkesë pa sens, sepse ne zbatojmë ligjin për prokurimet dhe ai mund vi edhe nga Shkodra.